Mirëgjithet dhe përshëndetje miq të Partizani Channel, mirë se erdhët në arenën e tema teksa jemi gati për takimin e radhës. Qendrën e kryer pra humbasi kryesimin. Megjithatë le shkojmë te aksion të skuadrës kuqe. Në zonë është mundësia goditse, topi shkon mbi tra të gatshme për të kontribuar në minutën vazhdim. Shikojmë mundësia drejt zonës, lojtari numër 7 goditje, topi shkon në rrjet, ka shënuar Selmani, Klea Selmani. 1-0 dhe feston në mënyrën alla Cristiano Ronaldo. Për të arritur deri këtu në këto momente jemi momentalisht në vendin e parë. Goditja, topi që mbetet rëmuj, mund përvojë dhe goditja tjetër e Selmani që ndërpritet dhe shkon sërish në goditje këndi. Pas që me këmbgulin e saj Ava drejtohet zonës, mundësia për goditje gjithmonë Ava e godet lehtësisht për topi. Fatkeqësisht kalon këtë pasqyrën ideal perfekt për një gol tjetër. Krosimi është i mirë. Goditja është e Rushajt, nuk është më e mira e mundshme. Ja shkon kjo tentativë kapitenes Marina Rushaj. Ndërkohë që teksa jemi tek skuadra e parë, Partizani për leçkëm të aksion një herë. Goditja që në shtyllë mbetet, ishte Toçi që godet mjaft mirë, por fatkeqësisht edhe herë shtylla e ndërpret golin e dytë. Kadioli e menjëshme kjo goditje që shkon jashtë kuadratit në krahun e djathtë dhe pasimi mirë për Demushin, lëvizje e bukur e vajzave tona që shikojnë zonën tashmë. Le të shikojmë çfarë si ka aksion mjaft i bukur. Asanaj është Kadioli, goditja potente, shkon qendrore, edhe një herë Partizani, Ava Hyseni. Tjetër tentativë që devijohet me sa duket e shkon në këndore. Gjithmonë Demushi për Hysenajn. E godet të herë, topi që mbetet rëmuj, Selmani mundësia për të dërguar në rrjet e dërgon sërish. 2-0, shënon Klea Selmani. Asanaj. Gjithmonë Erin Asanaj, Kadioli, nuk arrin dot megjithatë vjen asi për Toçën që dërgon në rrjet. Shënon Geralda Toçi. 3-0 Partizani. Është minuta e 45, po mbyllet dhe pjesa e parë. E dorëzon lehtësisht Prifti, Selmani. Gjithmonë Selmani, mundësia për goditur, reziston me të parën, gjithmonë Selmani në zonë, reziston sa ndërhyjet e Goskovës. Selmani shikon për një krosim i tillë është në zonë Kadioli, Kadioli goditja, transvers, to mbetet në zonë sërish, përpaksa nuk shkakton autogolin lojtarja e skuadrës Kino Studios. Le të shkojmë një herë goditja këndit e teta për skuadrën e vajzave Partizanit. Prifti dhe Rushaj, godet e Rushaj ndër Isak Bardhi. Si me magnet e ka thithur atë goditje, duhet lëvizja e Selmanit, e tillë është, megjithatë përfiton aty Kleci, gjithmonë Kleci drejtohet zonës. Hapësira mjaft e bukur të djathtën, goditja dhe jashtë kuadratit, nuk arrin dot. Të mirë Selmani me këmbgulje, dërgon tek Demushi, duhet goditja, vonon Rukena megjithatë me këmbgulje saj, dërgon tek Prifti, tashmë përfiton Asane dhe shikoni çfarë bën Bardhi, reflekset. Grinti Nat Kesh është pa top, diçka që nuk vet. Megjithatë shikojmë Hysenaj, Ava, goditja e çon në rrjet. Partizani 4, Kino Studio 0, Ava Hysenaj. Me shumë klasë me lëvizje të Ronaldo brazilianit, më kujton këtë lloj kontrolli dhe qetësie mbi të gjitha, e dërgon topin mbi trupin e Bardhit që u përpoq shumë të ndalte. Është rrezikshme dhe pa besuar përpaksa nuk shkon në rrjet, largohet në momentin e fundit e provoi dhe Murataj. Gjithmonë Kadioli. Shikon portën. Tentativa goditja. Kushton Bardhi. Të dy janë mbrojtësit e Partizanit. Edhe kjo goditje shikoni sa e bukur ishte për të shkuar në rrjet. Një trivele bukur kjo nga Kadioli.